Nëna e Gjestit ka reaguar për herë të parë pas varimit të Eldion Kelmendit, ku prania e fansave dhe disa personave publik u shndrua në një skenë të dhimbshme për familjen. Ajo është shprehur se nuk e kishte menduar kurrë që dhimbja e saj dhe humbja e djalit të vogël do të kthehej në një mjet për klikime dhe vëmendje në rrjetet sociale. Sipas saj, në vend që të respektohej dhimbja dhe heshtja, shumë njerëz shfaqeshin me kamera dhe telefona, duke regjistruar çdo moment si një spektakël, ndërkohë që familja po kalonte ditët më të errta të jetës së tyre. Me lot në sy, ajo tregoi se për një nën nuk ka gjë më të rëndë se ta përcjell djalin në banesën e fundit, dhe se varri nuk është vend për shfaqje, por për lutje dhe respekt. Sipas saj, të gjitha videot e postuara nga varimi kanë thelluar plagën dhe kanë bërë dhimbjen edhe më të madhe, duke e kthyer një ceremoni martore në një tregim për rrjete sociale. Kjo gjë, sipas saj, ishte një goditje e dytë për zemrën e saj të thyer. Ajo u bëri thirrje të gjithëve që të kuptojnë se humbja e një fëmie nuk është një histori për të bërë lajme apo për të mbledhur pëlqime në internet. Nuk dua që djali im të kujtohet si një video virale, por si një shpirt i pastër që iku shumë shpejt nga kjo botë, ka thënë ajo me zërin që i dridhej nga dhimbja. Në reagimin e saj, nëna e Gjestit shprehu gjithashtu zhgënjimin për faktin se edhe disa figura publike, të cilët duhej të ishin shembull, u shfaqën të interesuar vetëm për të treguar veten në rrjete sociale. Kjo e ka lënduar shumë, pasi sipas saj, respekti dhe nderimi për një të ndjer nuk maten me foto e video, por me heshtje dhe përulësi. Në fund, ajo apeloi që njerëzit të tregojnë më shumë humanitet dhe ndjeshmëri në raste të tilla, duke lënë mënjan dëshirën për famë. Për të, e vetmja gjë që ka rëndësi është që kujtimi i Eldionit të mbetet i pastër dhe i paharruar në zemrat e njerëzve që e donin me të vërtet, jo në postimet të momentit që harrohen pas disa ditësh.